Edhe pse janë në koalicionin Fronti Evropian, Aleanca për Shqiptarët e Zjadin Selës ka qëndrim krejtësisht të ndryshëm nga IBDI-s lidhur me nismën për një njësi zgjedhore. Kryetari i partisë Zjadin Sela vazhdon me qëndrimin e tij të mëhershëm se për ta të pranueshme janë vetëm 8 njësi zgjedhore. Një njësi zgjedhore është në dëm të shqiptarëve, u shpreh Sela. Ne jemi kundër një njësi zgjedhore, jemi për 8 njësi zgjedhore. Jem sepse është edhe studiuar dhe do t'i sillte zhvillim. Jemi kundër për shkak të rrethanave demografike që kemi. Jemi kundër për shkak se asnjë subjekt politik shqiptar nuk ka shtrirjen në të gjithë territorin e Maqedonisë Veriore, dhe si e tillë është e dëmshme dhe vetëm mund të çonte në zvoglim të numrit të deputetëve shqiptar. Jemi për listat hapura, jemi për diasporën që të votojë me post prej shpinë e tyre dhe atje ku jetojnë dhe ta sjellin, ta dërgojnë me post votën këtu të numërohet. Çështja është biseduar edhe në Vlenë, tregoi Bilal Kasami, duke shtuar se po shqyrtojnë nëse do ta mbështesin idenë për 1, 3 ose 8 njësi zgjedhore. Kjo mund të ketë implikime ndërretnike, sepse me një njësi zgjedhore duhet të ketë garanci se nuk do të vijë deri te shtrëmbërimi i realitetit etnik, tha Kasami. Kjo mund të ketë edhe implikime ndërretnike, sepse me një njësi zgjedhore sigurisht që do duhet të ketë garanca që në gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut do të mund të ruhet vota dhe nuk do të mund të ketë, do kisha thënë, deformime të realitetit etnik të përfaqësimit në kuvend. Pra duke i marrë parasysh gjithë këto aspekte, ne jemi duke ndërtuar qëndrimin tonë sa do të jemi për një njësi zgjedhore apo për 3 apo për 8. Për zgjedhjet e ardhshme lokale, Sela tha se ende nuk kanë biseduar me partnerët e tyre në koalicionin Fronti Evropian lidhur me atë se kush dhe ku do të ketë kandidat për kryetar komune. Megjithatë, ai pret që Struga t'i takojë Aleancës për Shqiptarët. Natyrshme në bazë të logjikës së gjërave, dhe natyrisht që Struga duhet t'i takojë Aleancës për Shqiptarët dhe as nuk duhet diskutu kjo, sepse ndryshe që kuptim do të kishte. Ku diun Aleanca për Shqiptarët në kuadër të Frontit. Nismën për një njësi zgjedhore me lista të hapura dhe pa prag zgjedhor e dorëzoi të hënën Partia Liberal Demokrate. Në parim, si Vëmro DPM-ja ashtu edhe LSDM-ja e pranojnë propozimin, ndërsa për një njësi zgjedhore janë shprehur edhe nga BDI-ja, por me prag zgjedhor prej 5%.